Posta e Maqedonisë, ashtu siç paralajmëroi ditë më parë, do të angazhohet drejt për t'u dalë në ndihmë banorëve të vendbanimeve të goditura në Tetov dhe rrethin nga përmbytjet që ndodhen në fillim të kësaj jave. Posta e Maqedonisë ka shpallur tani më javën e humanitetit që do të zhvillohet nga dita e nesërme e deri të shtunën. Të gjithë njësitë postare, gjithsej në numër 330, qofshin ato në vende rurale ose në vende urbane, do të bëjnë pranimin e donacioneve nga qytetarët human. Të njëjtit do t'i grumbullojmë, do t'i transportojmë dhe në bashkëpunim me Kryqin e Kuq do t'i shpërndajmë në familjet me nevoja më të mëdha. Drejtori i përgjithshëm i Postës së Maqedonisë këtë informate bëri të ditur në Reçicë të vogël, ku kishte ardhur për të vizituar vendet e përmbytura. Ndërkaq, kryetaria Arifi tregoi mbi zhvillimet më të fundit të punimeve për pastrimin e rrugëve. Nga ajo që tregon realiteti, vërtet është punuar shumë intensivisht. Me këtë intensitet do punohet gjatë të ditës së sotme. E njëjta mund të thuhet për Reçicën e Madhe, në cilën tani më janë hapur të gjitha rrugët dhe drejtimet, vazhdon pastrimi i shtëpive. Në Poroj vazhdon gërmimi i shtratit të lumit nën Urë me qëllim që të mund të funksionalizohet rruga magjistrale, e cila tani është pastruar, po që të vendoset në përdorim duhet domethënë pastrimi i plotë dhe i Urës poshtë. Në Shipkovic vazhdohet me punime intensive. Koordinatori për vlerësimin e dëmeve në infrastrukturë thotë se po punohet vazhdimisht për evidentimin e të njëjtave. Pjesa e Porojt është e dëmtuar, Reçica e Madhe dhe e vogël kanë dëmtime të mëdha, edhe Shipkovica po ashtu, dhe presim në vazhdimsi jemi për punë të tjera të vlerësojmë dëm. To shifrat e vlerësimit sa duhet nga dëmet e shkaktuara dhe pastaj do të punohen projekte për të riparuar dhe rindërtuar pjesët e dëmtuar. Rrugët në përvendbanimet që pësuan nga përmbytjet janë duke u zhbllokuar. Vërshimet që shkaktuan përmbytjen në rajonin më të gjerë të Tetovës, ku ndodhen shumë histori të trishta, ndodhen pas ditën e së hënës, ku përpos dëmeve të mëdha materiale, mori edhe jetë njerëzish, në mesin e tyre edhe 3 fëmijë të vdekur.